Kush ka nostalgji për televizorët e viteve 80? Kush i mban mend? Jam në Muzeun Ron. E shihni atë sipër, është televizori Dajti i prodhuar nga UEM-i Durrësit. E shihni këtë poshtë, është televizori Ylli. Ishte pak dukej pak si më modern, duket dhe nga mënyra si është përdorur. Ky ishte i famshmi Butrinti, që u shit më shumë me mik në Shqipërinë atë kohë, se erdhi më mbrapa edhe kishte. Ky është Blaupunkt me ngjyra gjermano-lindor, po që ju hoq kanali i dytë që duhet përdore me kanoçe. Këto janë dy televizorët më klasik, Adriatiku dhe Iliria. Ishin dy televizorët kryesor të asaj kohe, sidomos Iliria ishte i famshëm. Këtu vim tek Lura, i cili u prodhua në fund të viteve 80, pastaj vjen televizori Përparimi 20. Përparimi 20 u se mbaj mend, por më thanë që është një televizor akoma më i rrallë, është ky poshtë që quhet televizori nëntori, që ka prodhuar UEM Durrësi vetëm 500 copë. Nuk e kuptoj se si, pse, çfarë ka ndodhur, kurse kjo ishte radio e tranzistori, thoshin Adriatiku, kurse këtu janë disa nga radiot më të rralla, si radio 25 vjetori, Mimoza, Fatosi, që ishte radio me bateri, e mbanin këtu për të shkuar stadium, dhe e famshmja Iliria atje sipër. Gjithë prodhimet elektronike të Shqipërisë së viteve 80.